Është shumë e dallueshme dhe tani që kaluam edhe po kalojmë shumë smundje virale dhe tani jemi bërë më të informuar, më të ndijeshëm ndaj problemeve të viruseve respiratore, të frymarrjes qoftë rrugë të sipërme atë rrugëve të poshtme, pasi kaluam Covidin, kalojmë gripra të ndryshme, ne duhet jemi të gjithë të dallojmë se këto janë të ndryshme, pavarësisht se kanë shenja të njëjta, por kanë shumë shenja të tjera të cilat nuk i ka alergjia. Pra nëse kemi viroz, ne do kemi këputje të theksuar, do kemi mungesë oreksi, do kemi mungesë energjie, do kemi dhimbje të grykës, do kemi dhimbje të kokës, do kemi dhimbje të kyçeve. Të gjitha këto janë shenja të një viroze që na ka kapur komplet organizmin, në mënyrë sistemike. Kurse alergjia nuk i ka këto që ka vetëm disa simptoma. Alergjia ka të shtituara të cilat janë karakteristike, janë në grupe 5-6 me një herë, ka kullim të ujshëm të hundëve me një herë, ose blokim të hundëve, lotim apo skuqje të syve, mund të ketë dhe koll të thatë. Si fillim mund të ketë dhe marrje fryme ose pengesë në gryk, vështirësi në frymarrje. Kurse smundjet virale nuk i kanë këto. Pra kanë blokim të hundëve, si fillimisht apo hund të thata, më pas kemi shkarkesa, sekrecione qoftë të ujshme apo të trasha, dhe kemi dhimbje koke, kemi dhimbje gryke, të cilet alergjia nuk i ka. Pra nuk duhet edhe të themi që unë këto shenja i kam nga viroza dhe një viroz nuk zgjat më shumë se 2 javë ose 10 ditë maksimumi, ose 5 ditë sidomos virozat tek njerëzit aktive apo tek njerëzit që janë me imunitet fort, kurse një alergji do na zgjasi më shumë se 2 javë. Pra është edhe kohëzgjatja. Po, është edhe kohëzgjatja, po dhe shenjat janë komplet të dallueshme. Alergjia sigurisht që është e bezdishme, por nuk është në këtë grad, nuk kap me njëherë sistemin të gjithë organizmin siç kap një viroz të caktuar.